Familja e baronëve Sina me origjinë nga Voskopoja, një nga më të pasurat e krahinës së njohur dhe me kontribut të madh në ndërtimin e kishave, akademisë dhe shtypshkronjës së këtij fshati, ka tashmë një memorial të dedikuar në qendër të Voskopojës, një bashkëpunim mes ambasadës hungareze në vendin tonë dhe komunitetit hungarez në Qerret. Në aktivitetin kushtuar këtij rasti, djali i historianit të Voskopojës Dori Falo shpjegoi se familja Sina u largua nga Voskopoja pas djegjes së parë të kësaj krahine. Mbas djegjes së parë së Voskopojës, familja Sina sigurisht iku nga Voskopoja, mbasi ikën të gjithë se këtu shkretua nuk ngeli me asnjë shtëpi, fillimisht është vendosur në Greqi, ku dhe aty ka bërë disa vepra bamirësie, si filantrop që ishte. Përmendim Institutin e Arteve të Bukura në Athinë, një pjesë ka dhënë lek për ndërtimin e një stadiumi të vjetër në Athinë, më duket se është i Panathinaikos, shumë i vjetër. Nga Greqia pastaj është vendosur në Austro-Hungari, në perandorinë austro-hungareze, atje pastaj ka ndërtuar shumë vepra. Kryetari i Bashkisë së Korçës e cilësoi figurën e baronit Simon Sina, një figurë që nderon jo vetëm vendlinjen e tij, por të gjithë Shqipërinë. Vjen mirë që këtë figurë po e nderojmë sot, ashtu si kundër historia e Voskopojës ka dhe shumë figurat të tjera, cilat meritojnë të kujtohen, të nderohen, të respektohen. Besoj që me promovimin dhe me vendosjen e këtij basorelievi sot, jo vetëm i bëjmë nder kësaj figure, por kemi edhe një pikë me anë të së cilës mendoj që mund të tërheqim edhe vizitor. Ambasadore e Hungarisë në Shqipëri, Martina Kasnik, tregoi se Simon Sina ja kushtoi jetën e tij bamirësisë. Është nder të mblidhemi këtu në vlerësim të Simon Sinës, një figurë vizioni e bamirësie që për të mirën publike e la gjurmë në rajonin tonë. Ditën e sotme në Voskopoj vlerësojmë atë që doli jashtë kufive, kontributi i tij vijon të jetë i gjallë dhe sot. Ai ndihmoi për urën e Budapestit dhe ne sot e vlerësojmë midisuarve të bashkëpunimit Shqipëri-Hungari. Familja e baronëve Sina, Hodosi dhe Kizdia tani është zhdukur, por dikur ishte një familje jashtëzakonisht e pasur bankierësh dhe aristokratësh që jetonin në Hungari dhe Austri, të cilët mbërritën në perandorinë Habsburge nga Shqipëria. Familja luajti një rol të rëndësishëm në ekonominë hungareze dhe në zhvillimin e epokës së reformës, si dhe ishte financuesja kryesore e ndërtimit të urës së zinxhirit. Por kjo familje pësoi një tragjedi të rëndë pasi djali vetëm i Simon Sinës nuk arriti moshën madhore dhe disa nga vajzat e tij vdiqën gjithashtu të reja. Megjithatë, disa nga pasardhësit e tij ende jetojnë sot si anëtarë të familjeve gjermane dhe greke. Gjorgji Sina dhe Simon Sina ishin ndërmbrojtësit më të mëdhenj të Hungarisë dhe Greqisë në shekullin e 19.